Deputetja e Partisë Socialiste, Mariana Koçeku, është larguar. A mendoni se do ketë edhe largime tjera nga radhët e PS-s? Patjetër. Patjetër do hiku të gjithë. Do të vehen njerëz të tjerë. Këto na kanë piq gjakun. Ender Hoxha, Ramizalia, tradhtor, Sal Bishti, tradhtor, Rama Dahamazi. Se këto tradhtor me hik sa më parë. Do të rrohen ose kam mbarue. Nuk ka më si thonë të 2029-2033 me ne. Do hiku se na kanë piq gjakun. Janë çmimet e larta. Urdhë 450 lekë kam gjep, s'kam më. Marr pension 200.000 lekë çesharak. Nga hek 115.000 lekë qeveria e Ramës. Nëse largohen, kush mendoni se mund të zëvendësojë? Unë besoj se kryeministri do të jetë Panteli Majka. Ish ministri mbrojtjes edhe kryeministri e di se ka qenë edhe kryeministër. Ati i ka hije, i ka lezet, edhe ka punu si adhëtar. Ashtu. Unë mendoj kryetar e shtetit, jo president. Nuk ka president me 2 milion. Ashtu turp me niku. Unë mendoj për Edi Qebani të kalojë kryetarja e shtetit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube.